Nëse fshesa juaj elektrike nuk thith, provoni të bëni këtë gjë dhe do të befasoheni. Do të kurseni para. Nëse keni vërejtur që fshesa me rrym nuk punon mirë, mos u shqetësoni pasi ka një zgjidhje. Nuk është e nevojshme që të blini një fshesë të re. Gjithashtu nuk është e nevojshme të çoni te mjeshtri sepse mund ta riparoni vetë. Është e rëndësishme vetëm të ndiqni hapat dhe fshesa do të rregullohet vetë. Fillimisht hapi i parë është të hapni pjesën e fshesës me rrym ku është vendosur qesja e pluhurit. Kushtoni vëmendje gomës dhe në kapak. Kjo gomë kur kapaku mbyllet duhet të krijojë kontakt me gomën në qesjen e pluhurit në mënyrë që të jetë mbyllur hermetikisht. Në këtë rast në gomë krijohet shtresa pluhurit të cilat në disa vende janë edhe deri në milimetra të trasha. Prandaj dy goma nuk thithin mirë njëra tjetrën. Kur i montoni, ato do të krijojnë ajër nëpërmjet zorrës së fshesës dhe nuk e thithin mirë ajrin. Një gjë e ngjashme mund të ndodhte në pjesën e gomës së qesës së pluhurit, prandaj kujdesuni t'i kontrolloni për të evituar kështu harximin e parave kot.